Në një qytet të njohur të Shqipërisë, Shkodra, ka ndodhur një histori që ka tronditur thellësisht shumë njerëz. Një histori që na kujton se shpesh pas një jete të dukshme të lumtur, fshihet një vuajtje e padukshme. Një dhimbje që vetëm ata që e përjetojnë mund ta kuptojnë plotësisht. Ky është tregimi i një vajze të re, 18 vjeçare, e bukur, plot ëndra për jetën, që u martua me një burr të prezantuar nga familja e saj. Ai ishte 27 vjeç dhe sipas asaj që ajo dinte, gjithçka do të shkonte mirë. Në fillim, marrëdhënia e tyre ishte e zakonshme, e ndihmuar nga mbështetja e familjeve të dy të rinjve. Burri ishte i pashëm, i edukuar dhe i paraqitur si një njeri i qëllimeve të mira. Familja e vajzës, duke besuar se kishte gjetur një njeri të denjë për të, e pranoi ato si dhëndër, dhe ata u martuan. Për vajzën, ajo ishte një mundësi për të nisur një jetë të re, për të ndarë ëndrat dhe jetën me dikë që ajo mendoi se do ta donte dhe respektonte. Ndonse i kishte 18 vjet, ajo ishte një vajzë e mençur dhe e matur. Dhe ndoshta, asaj i dukej që gjithçka po shkonte drejt një të ardhmeje të ndritur. Por shumë shpejt, jeta e saj do të ndryshonte. Pas disa muajsh martesë, ai që dikur dukej një burr i dashur, të cilin ajo e kishte zgjedhur për të jetuar, filloi të tregonte një anë tjetër. Po, fillimisht ai ishte i sjellshëm dhe i kujdesshëm, por ai gjithnjë e më shumë shfaqte një ndjenjë të çuditshme të xhelozisë. Çdo ditë, ai kishte frikë se ajo mund të ishte tërhequr nga dikush tjetër. Ata jetonin në një qytet ku njerëzit ishin të lidhur ngushtë dhe ndoshta ishte e pamundur të mos tërhiqe vëmendjen e të tjerëve. Vajza, e bukur dhe e re, me fytyrën e saj të qeshur dhe sharmante, tërhiqte vëmendje kudo që të shkonte. Për herë që ajo dilte nga shtëpia, sytë e njerëzve ndalonin te ajo. Nuk ishte thjesht pamja e saj, por ajo shpirti dhe energjia që ajo kishte. Ishte një vajzë që rrëfente shpresë dhe mundësi, një person që dukej sikur po shkonte drejt një të ardhmeje të bukur. Por burri i saj, gjithnjë i mbërthyer nga xhelozia e tij, e pa këtë si një kërcënim. Çdo shikim, çdo fjalë, çdo veprim i një burri të huaj që shikonte vajzën e tij, bëhej një arsye për të ecur drejt një shteti të frikshëm të pasigurisë. Xhelozia e tij, e cila nisi si një ndjenjë e vogël, u bë gjithnjë e më e fortë dhe gjithnjë më e padurueshme. Ai ndaloi vajzës të dilte, duke e mbajtur të mbyllur brenda 4 mureve të shtëpisë. Ajo e pranoi këtë, duke menduar se gjithçka ishte për shkak të dashurisë që ai kishte për të, dhe se ndoshta ishte një periudhë kalimtare, por asgjë nuk ndryshoi. E gjithë jeta e saj u bë një rutinë e mbushur me pasiguri dhe dhimbje. Më pas, burri e mbyli në bodrumin e shtëpisë. Asnjë dritë nuk hynte atje. Ndonjëherë, përditshmëria e saj përfshinte ushqim të pamjaftueshëm dhe dhimbje të padukshme. Ajo ishte lënë në errësirë dhe heshtje, dhe pasiguria për të ardhmen e saj bëhej gjithnjë e më e fortë. Çdo ditë kalonte duke pritur momentin që dikush të kuptonte se ajo kishte nevojë për ndihmë, por ajo nuk mund të kërkonte asnjë ndihmë. Po të shkonte jashtë, ai do ta burgoste më shumë. Po të kërkonte dikë që ta ndihmonte, ai do ta shihte si një tradhoti. Në këtë bodrum të errët, ajo ndjeu të gjitha pasojat e një jete që po i ikte për ditë, pa mundësi të bëhej diçka më shumë se sa ai e kishte planifikuar për të. Nuk kishte asnjë mundësi për të ndarë asnjë moment gëzimi, asnjë moment shprese me njerëzit që dikur ishin pjesë e jetës së saj. E vetmja gjë që i mbeti ishte një jetë e izoluar dhe një shpresë që zbehej çdo ditë.
Kupton se ishte mbajtur nën kontrollin e tij të përhershëm. Një ditë ajo pati mundësinë të shkruante një mesazh. Ky mesazh, i cili mbante të gjithë dhimbjen dhe frikën e saj, i dha mundësinë dikujt që të ndërhyjë dhe ta shpëtonte. Pas shumë peripecish, ajo mundi të aratisej dhe të kërkonte ndihmë nga autoritetet. Historia e saj, e dhimbshme dhe e mbushur me lot, përfundoi me një mesazh të fuqishëm për të gjithë ata që ndodhen në situata të ngjashme. Nuk duhet të trembesh. Nuk duhet të lejosh askënd të shkatërrojë jetën. Dhe mbi të gjitha, nuk duhet të heqësh dorë nga shpresa. Edhe pas shumë vuajtjesh, ajo mundi të shpëtonte. Dhe tani është një zë për të tjerët që ndodhen në një situatë të ngjashme. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.